E kemi pastaj një hadith të pejgamberit alayhi salatu wasallam prapë që na sqaron këtë. Edhe thotë se besimi i ka 70 disa degë. Dega më e lartë, edhe dega më e fuqishme e besimit është fjala la ilaha illa Allah. Kurse dega më e ulët e besimit është që ta largosh një pengesë për rrugës. Ndërsa edhe turpi është një degë për degëve të besimit. E tash, pejgamberi vetë ka tregu, edhe ka thonë besimi është 70 disa degë. Me thonë, krejt veprat e mira janë pjesë e besimit. Pra ma e larta është la ilaha illallah me thonë, dhe ma e ulta është me largu një pengesë për rrugës. E tash, që ke fjala la ilaha illallah, ose besimi konkretisht në zemër, sa më i fuqishëm që është, sa më i sinqert që është, do të plotësohen edhe veprat e tjera. Nëse është i fuqishëm besimi në zemrën e besimtarit, nëse ka sinqeritet, ai ka me plotësuar edhe degët e tjera të besimit, siç është konkretisht fjala e pejgamberit me largu një pengesë për rrugës. Domethënë mja u heq njerëzve një pengesë, e cila i pengon ata, kjo është pjesë e besimit. E nëse një person ka mundësi, e shën një pengesë, edhe nuk e hiq, i ka një pjesë e besimit. Besimi i tij për aq sa ka mujt me vepruar një mungon, është i mangët. Po ashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe turpi është një degë për degëve të besimit. Marrë. Në besimtari duhet me qenë i turpshëm, me u turpru, nga se kjo është pjesë e besimit. Nga se turpi, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, sjell vetëm të mira. Prej turpit ka veç hajër. Nuk mund me pas të këqija prej turpit, aty ku duhet me pas turp.